Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s. Mirë se vini në emisionin e 10 të Dialog me Lajm, ku misafir do ta kemi kryetarin e komunës Zhelinës dhe nënkryetarin e lëvizjes Besa, zotin Blerim Sejdiu, kurse me ne gjatë tërë emisionit do të jetë edhe analisti përhershëm i gazetës Lajm, zoti Florian Nesimi. Mirë se erdhët. Mirë se u jetë, faleminderit për ftesën. Zoti Sejdiu, ditë më parë Zoti Taravari, kreu i ASH-s, u larguan nga koalicioni Vlen, mirë po ngeli në qeverin. A keni filluar ju me zveti kështu antarësia e respektivisht përfaqësues të lartë të partive të bëni një përpjekje, një rrëvaqe për të dhënë edhe një herë mundësi koalicionit në atë përbërje 4 partish? Fatkeqësisht po përbuzet në mënyrë shumë të keqe dhe të papritur një unifikim i parë pas 20 viteve që bëhet unifikimi i shqiptarëve, dhe në mënyrën më të surprizume, të keqe, të mundshme, po largohet një gjë që ne kemi tentuar vazhdimisht, se ky është më një finalizim i asaj që kemi bashkëpunuar deri tani dhe që kemi tentuar dhe po tentojmë që ai të rije dhe ja publikisht, po e them edhe në emisionin tuaj. Arben Taravari vendin e ka në Vlen, për arsye se në qeveri është si Vlen, dhe e pa edhe vetë se për shembull në Gostivar ne si Vlen atje nuk mundëm të fitojmë. Tani Arbeni thot vetë do fitoj. Do thotë kjo është një mesazh anti-shqiptar dhe është në kundërshtim me frymën qytetare që neve na ka besuar. Këtë e them jo për ta goditur Arben Taravarin, dhe këtë nuk e them se nuk është qëllimi jon këtu. Ne kemi qenë bashkë dhe mesazhi i fundit i Vlen është ai do të rri aty. Por ai ka zgjedh rrugën e ndarjes. Domethënë për ta bërë qartë para opinionit. Nuk është Vlen ai që e largon Arben Taravarin. Arben Taravari e largon veten dhe thot publikisht se unë do shkoj Ndaras. Tani e thot Vlen do shkojnë Ndaras apo e thot Arben Taravari do shkojnë Ndaras. Dhe këtë konsultim nuk e ka bë me shqiptarët, me qytetarët, me ata që na votuan, që na prekrahën, ata që na besuan. Ai këtë e bëri nga vetja ose nga një grup i ngushtë që i konsultoi dhe doli në një moment kur ne gjithu surprizuam dhe normalisht nuk e pritëm mirë këtë. Për arsye se ne këtu kemi arritur të bashkuar. Dhe kemi bë vërtet shumë flijime, përpjekje të mëdha për të arritur të ki unifikim, të ki bashkim. Dhe kjo rezultoi pastaj me sukses. Ne për herë të parë regjimin e rrëzuam dhe shqiptarët filluan të frymojnë lirshëm. Shqiptarët filluan të besojnë institucioneve. Shqiptarët filluan të besojnë pra edhe politikës, edhe të ardhmes filluan të besojnë. Dhe këtë moment kritik kaq të rëndësishëm Arben Taravari po e shkel, apo po mundohet ta dëmtoj, apo mundohet ta njollos dhe ta rënoj. Dhe çfarë është më e rëndësishmja dhe njëkohësisht më e keqja, ai fillon të hudh fajin tek Vlen. Vlen ashtu siç ka qenë është aty, është stabil, është me parime të qëndrueshme. Domethënë ne të gjithë mundet të aty hipotetikisht çdo kush mund të tradhtoj, por qëllimi është të respektosh parimet. Ti nuk mund të thuash një kohë unë do bashkëpunoj edhe me BDI-n, edhe me LSDM-n, edhe me VMRO-n, edhe me Turqit, edhe me Vlen dikund. Domethënë nëse ti nuk e ke të qartë, si do atë qartësosh të qieve rrugën? Unë këtë nuk e kuptoj. Jam shumë i thjesht, jam duke fol shumë mënyrë normale, dhe kjo qasje ndaj politikave, ndaj shqiptarëve që na kanë prekrahur, unë mendoj se është vërtet një nënçmim dhe një përbuzje e madhe ndaj asaj, ndaj atij besimi që ata shqiptar kanë dhënë për individin e caktuar, në këtë rast për Arbenin. Por përgjegjësitë për fund, përgjegjësitë i mban vetë Arbeni.
Unë nuk mendoj se struktura e tij, se jemi komunikim, unë jam kryetar komune vazhdimisht me edhe rolin e politik në parti, jam me njerëz, komunikojmë patjetër se jemi aty miq, jemi shok, jemi rrit, jemi me një rreth, kemi interese përbashkëta, nuk mendojnë siç mendon Arben Taravari, ta them shumë sinqerisht. Unë kohës fundit kam pas normalisht ata nuk ndoshta edhe nuk vinë në momentet ku t'ia thuan Arbenit direkt, se nuk është konsultuar me ata, mendoj me strukturat, por do vije momenti kur ja përkthejnë dhe ja thuan këtë ose në fytyrë ose në votë. Struktura e Arben Taravarit edhe ASH-s nuk është ndërtuar për ta votuar BDI-n. Dhe ky moment do jetë shumë shpejt i zbardhur dhe do e shohim gjithë se është ashtu siç e them unë dhe siç e thuan ata. Kështu që ne rrugtimin duhet ta vazhdojmë bashkë, për arsye se vetëm kjo mënyrë do na jep sukses dhe kërkesa e shqiptarëve duhet, e qytetarëve dhe shqiptarëve në theks veçantë, duhet të jetë në qeverisje me ndershmëri, me transparencë. Pra kur them me transparencë, duhet të t'i pyesësh ata për veprimet që i ndërmarrim dhe në këtë mënyrë t'ju kthejmë besimin qytetarëve se vërtet vlen është një frymë e re dhe vetmja shpresë ndoshta që është pritur gjatë kohë qeverisë shqiptare. Pse them vetëm shpresë? Po është koalicioni i parë pas 20 viteve që rrezon BDI-n. Është hera e parë që është në qeveri një koalicion kaq i fuqishëm. Dhe në këta momente nuk mund ne të bëjmë kalkulime personale për karike kështu personale dhe duke i nëpërkëmbur gjithë atë vullnetin e shqiptarëve. Është ka qenë një betejë shumë e madhe dhe këtu përgjegjësia do të jetë shumë e madhe. Zgjedhjet lokale ka dikund edhe 6 muaj që do të mbahen, dikund nga fundi i muajit tetor, dhe mbase ishte edhe shumë herët për të prishur ky koalicioni vlen. Mirëpo arsyetimi i daljes në zgjedhje lokale me lista të veçanta për këshilltar komunal nga ana e ASH-s, mendoj se është një arsyetim absurd për të prishur koalicionimi. Pastaj, për shembull, kemi raste edhe të bloku i partive maqedonase ku liberal-demokratët dhe social-demokratët janë së bashku si parti në zgjedhje parlamentare, mirë po në zgjedhje lokale edhe ato garojnë veçmas nëpër këshilla komunal. E tani, pasi ka edhe shumë kohë deri në mbajtjen e zgjedhjeve lokale, dikund edhe 6 muaj, a mendoni se brenda këtyre 6 muajve ende ka hapësirë që ju përsëri të dilni bashkë apo ndoshta vetëm janë shterur të gjitha mundësitë? Ne vazhdojmë të themi ja dhe unë e them në emër gjithë Vlenit e them sot këtu për arsye se jam edhe përfaqësues i Vlen. Arben Taravari vendin e ka në Vlen, për arsye se këtë fuqi politike që sot e mba, nuk e mba si Arben Taravar, po e mba si Vlen. Dhe gjithë funksionarët e Vlen që sot janë pjesë e qeverisë janë si pjesë e Vlen. Nuk janë si pjesë individuale. Nuk kanë arritur aty si individ caktuar apo pavarur. Dhe Arben Taravari është një nga ata. Po nuk dua ta bëjmë tash temën vetëm të atij. Unë mendoj se nuk e dëmton Vlen dalja e Arbenit apo e një personi tjetër nga Vlen, po ai e dëmton vetveten. Besoni se Vlen do jetë i unifikuar dhe qytetarët do lexojnë këtë lëvizje se është e gabuar. Dhe ai këtë lëvizje do e paguaj individualisht dhe me një grup të ngushtë të tij. Nuk do e paguaj me masën. Domethënë masa din të vlerësoj. Kur them masa, them masoviteti qytetar. Shqiptarët po e kronologjikisht din të vlerësojnë momentet. Dhe ky moment i Vlen që është sot nuk do e lëshojnë shqiptarët prej duarsh ashtu siç mendon dikush. Dhe ky moment kalkulimeve pas shpine nuk do ketë sukses për ta dëmtuar, se këtu janë shqiptarët më. Tani, çfarë themi ne? BDI-ja ka qenë 20 vite në qeveri që hollësisht ne e dim se çfarë strukture është BDI-ja. Dhe shqiptarët e din ende më mirë. Kur them ne e dim mirë, ne si politikan, po shqiptarët ende më mirë e din. Për pse? Sepse ata në lëkurën e tyre kanë ndje atë regjim aq të ashpër dhe arrogant dhe përbuzës dhe tani çka ndodh? Për herë të parë ndodh që komuna shqiptare po zhvillohen. Po edhe qytetarët tjera, po flas komunat shqiptare kanë qenë, ju e dini, të marginalizuara, totalisht lënë basdore.
sidomos rajonet ku banojnë shqiptarët, qoftë pjesa e Kumanovës, qoftë pjesa e rajonit Pollogut e kështu me radhë. Tani po jepen mjete fonde direkte, po zhvillohet, ka zhvillim direkt. Dhe këta gjëra, mos mendoni se shqiptarët nuk do i lexojnë dhe nuk do dinë ti përkthejnë pastaj edhe në përkrahje edhe në besueshmëri. Shqiptarët nuk kanë prit prej neve të bëjmë mrekulli, kanë prit një qeverisje ndryshe dhe ne aty me duke e bë. Dikush në këta momente kritike po luan me fatin e shqiptarëve për interesa individuale dhe personale. Nuk do ta lejojmë ne këtë. Do të thotë nuk do bëjmë kompromise për të ardhmen e qytetarëve tanë. Zoti Silviu, përmendet edhe gjatë përgjigjes më parë se keni edhe ju kontakte, siç thatë edhe vetë, me njerëz, me qytetarë atje ku jetoni, po edhe në vendbanimet e tjera me siguri. Flas gjithnjë në raport me antarësinë e ASH-s. A mendoni se ka akoma hapësirë për të tejkalu kjo dhe për të ngel ashtu në atë përbërje siç thashni fillimisht 4 antarëshe koalicioni? A ka pista, a ka alternativa, a ka hapësirë për të? E vetmja hapësirë, e vetmja mënyrë për ta tejkalu këtë është Arben Taravari që ndrojnë Vlen dhe të del bashk me Vlen. Do të thotë është thirrje shumë e qartë dhe këtë thirrje e duan shqiptarët. Arben Taravari duhet të rrihen në Vlen dhe duhet dalim bashk, ashtu siç kemi qenë bashk. Çdo kombinacion tjetër, çdo kalkulim tjetër, Vlen nuk do e pranoj. Por kjo, thellësi duhet jem shumë i qartë, nuk vlen vetëm për Arben Taravari. Kjo vlen për gjithë. Edhe antarët tjerë që janë brenda vlen për gjithë. Ky parim do jetë deri në fund. Domethënë çdo subjekt politik që është brenda vlen, nëse do kalkulonte do i ndodhte e njëjta. Nuk ka lëvizje nga ky parim. Domethënë, ky parim nuk është parim fjalësh, nuk është loj fjalësh. Ky është parim që dahet më këtu çështja e vijës kuqe. A do jemi ne që i përfaqësojmë shqiptarët apo nuk do jemi ne? Nëse ne do jemi, ne do të jemi të bashkuar. Çdo kush jashtë kësaj do dalë dhe do përgjigjet vetë. Kështu që a më pyetet dhe unë e thash, Arben Taravari derisa në debatet tona vin aty dhe thot se un kam një ide më të mirë se ju dhe ajo ideja ime më e mirë se ju është dal vet, këtu nuk ka më kompromis. Por nuk ngeret më kompromisi tek ne ta zgjedhim. Ai e zgjedh rrugën. Që të jemi të qartë. Ai thot un kam një ide që dal vet me lista të ndarëse, të veçanta. Dhe ne themi jo, po do të jesh Vlen ka parimet e vetë të jemi bashkë. Pikërisht këto deklaratat këtij lloji. Ai vetë përjashtohen në këtë rast. Po, jo shumë të sakta më të përgjithësuara kanë krijuar edhe opinione dhe njëkohësisht edhe informacione të ndryshme të qarkullojnë si tipit se do ta përjashtojnë nga qeveria Taravari, jo do të ngele. A keni biseduar ju të tre përfaqësuesit e partive të Vlenit lidhur me largimin eventual të Taravarit? Mendoj a keni biseduar me kryeministrin Mickovskin në këtë drejtim? Tani, normalisht se qeverisja jon, partneriteti jon, qeveri është bo si Vlen. Negociatat tona kanë qenë si Vlen. Negociatat tona me kryeministrin kur kanë qenë në fillim, kanë qenë si Vlen, dhe ne kemi qenë bashk dhe ata kanë qenë një trup tjetër. Do të thonë, kur është bë koalicionimi qeverisës, është bë në bazë të një koalicioni Vlen. Dhe tani ne si Vlen, nëse një antar përjashtohet nga Vlen, del nga Vlen, normalisht se qeveria dhe kryeministri, por edhe koalicioni Vlen, do të thotë se nuk është ky antari joni më. Por ky antari jon që nuk është më, nuk e thot Vlen se e përjashton. Vlen thot se ka dale nga ne, që ta kemi të qartë para opinionit. Nuk e përjashton Vlen Arben Taravarin. Arben Taravari vetë përjashtohet nga Vlen duke thënë se unë vetë do marr më shumë vota. Ne si e përkthejmë këtë? Ne e përkthejmë këtë se Arben Taravari kur thot do dal vetë, edhe një fëmijë i vogël e kupton se ajo është një bashkëpunim i hapur apo i fshehur me BDI-n. Për arsye se ne si Vlen, e them edhe një herë, për shembull e marr Gostivarin. Ne si Vlen Gostivar nuk kemi fituar. Arben Taravari ka një ide se vetë do fitoj Gostivari. Ka që thjesht është. Nuk fitohet Gostivari pa një mbështetje. Nuk fitohet
edhe komuna tjera pa një mbështetje. Kështu që ne bashkarisht do jemi fitues në këto zgjedhje. Por në këtë rafsh që jemi ne që më parashtrohet pyetje me qeverin, do me thonë ne qeverisjen e kemi si vlen. Dhe nëse nuk je vlen, aty do të merren vendime tjera. Qartë është. Nuk është Arben Taravari apo Izet Mexhiti apo Bilal Kasami apo Zekiria Ibrahimi nuk janë pjesë e qeverisë si individ. Ndoshta matematikat edhe mund të jenë tjera para ca ditësh zoti Taravari këtu e kishte dha një deklarat ku tha se nuk është tragjike në raundin e dytë të bashkëpunohet edhe me BDI-n, flas gjithnjë për jo është tragjike. Gostivarin. Jo është tragjike. Tani, Vezi, çka do thoni ju nëse, mendoj si qytetar flasim tani, që të ndryoj opinionin, çka nëse kur do vinë zgjedhjet lokale, do intensifikohen takimet e Arben Taravarit me Ali Ahmetin dhe me BDI-n. Kjo një. E dyta, çka nëse, se këto janë verzionet, Ali Ahmeti nuk do i nxjerr kundër kandidat në Gostivar apo në Vrapçisht. Si ta kuptojmë ne këtë? Një parti që është pretendente për Gostivarin, që ka pas disa mandate Gostivarin edhe Vrapçishtin, dhe për një moment nuk nxjerr kandidat në Vrapçisht apo në Gostivar. Si do e përkthejmë këtë ne? Si do e kuptojnë qytetarët këtë? Nuk është bashkëpunim kjo. Si do e përkrah vleni këtë politik që i bëhet pas shpine, për shembull. Dhe normalisht Arbeni si kolegu joni, si bashkëpunëtori joni, si pjesë e ekipimit ton, si pjesë e koalicionit ton, sot thot duhet ta ruajmë qetësinë. Do të thot në momente të rastije patjetër të ketë emocione. Se Arbeni e tha pak para e tha nuk duhet të hapim deklarata emocionale. Në momente të rastije ka elemente emocionale. Dhe nuk guxojmë ne të thejmë këtë parim që e kemi për ne të shenjtë. Duhet ta ruajmë si sytë e ballit. Na kanë dhënë qytetarët. Nuk mund të luajmë ne me fatin e shqiptarëve. Nuk do ketë kompromisa as pak. Dhe fjalori jon, jo se do jetë goditës ndaj një individi. Fjalori jon normalisht se do jetë më i ashpër ndaj çdo kuajt, çdo kush që është, nëse luam në fatin e shqiptarëve. Dhe këtu nuk do ketë kompromis, as pak. Dhe ne këtë e themi. Kështu që në këtë drejtim, Arben Taravarit në rrugtimin e tij, që ai mendon se ndarës do ketë më shumë sukses, ne i themi edhe qytetarëve, ja sot jemi në muajin prill, unë e them se Arben Taravari me këtë rrugtim që e ka nis me vedi ose pa vedi do përfundoj në BDI. Dhe unë e them është prill 2025. Do shifemi në zgjedhje dhe do i shohim kalkulimet prap, dëshiroj të ma regjistroni këtë dhe do e shihni se rrugtimi i tij do përfundoj tek fronti evropian apo tek më saktësisht tek BDI-ja. Zoti Necimi, a mund të ketë ronditja, mund të ketë një shkundje, si të them kushtimisht brenda koalicionit qeverisës me daljen e ASH-s, Aleancës Shqiptarëve, nga shkaku se numri deputetëve nga 14 do të ulet në 9. Megjithëse kjo nuk e rrezikon. Po tani është e vërtet se zotri Taravari ka 5 deputet edhe pa deputetet e tij krijohet shumica parlamentare. Mirë po çështja është se demokracia nuk është vetëm numra, demokracia është edhe parime. Edhe kur formohen, kjo posaçërisht vlen te shtetet multietnike, kur formohen qeverit formohen me një program qeverisës 4 vjeçar dhe pastaj aty nuk duhet të ketë shkelje të parimeve mbas të cilave është ndërtuar marrëveshja e koalicionit. Pastaj nëse e shohim nga aspekti legal dhe juridik, zotri Taravari lirisht mund edhe të qëndrojë në qeveri, nuk ka asnjë farë pengese, tek e fundit edhe nuk ka ndonjë mekanizëm i cili thotë se nëse paraprakisht ke dalur nga një koalicion përjashtohesh edhe nga qeveria. Pastaj duhet ta kemi parasysh edhe një gjë tjetër, se në qoftë se Taravari largohet nga qeveria, atëherë me automatizëm duhet kemi rikonstruim të qeverisë, për shkak se ai ka edhe 2 ministra aty, një ministër dhe një zëvendës kryeministër.
edhe pastaj me rikonstruimin e qeverisë ne nuk mund ta dimë se kujt do t'i takojnë ato ministri. Po në këtë rast edhe Vleni nuk duhet të jetë shumë i sigurt se ato dy ministri do t'i takojnë Vlenit, çka nëse Mickovski si propozues i kabinetit qeveritar, ato dy ministri ose njërën prej tyre i ja jep ndonjë partisë maqedonase ose merr për vete, edhe atëherë me automatizëm dalja e Taravarit nga qeveria mund të ketë edhe efekt negativ për shqiptarët. Ne nuk e kemi sigurinë se ato dy ministri mund t'i takojnë shqiptarëve, por gjithsesi ajo tek e fundit është marrëveshje politike dhe varësisht se si do të merren vesh aktorët politik, me siguri ashtu edhe përfundimi do të jetë. Zoti Sedi, në këtë kontekst të përgjigjes zotit Nesimi, a ka bisedime, a kanë filluar bisedimet eventuale, megjithëse ka informacione kështu të plasuara me Selën lidhur me bashkimin eventual të tij në qeveri? Normalisht se ne është herët për të marrë ashtu qëndrime për të biseduar me tjerët, por ne normalisht duhet të kemi një qëndrim të shpejtuar. Kur them qëndrim të shpejtuar, nuk e kam fjalën për shpejtim të ngutshëm, e kam fjalën për të marrë një vendim sa më shpejt, për arsye se çdo humbje kohe është në dëm të gjithë interesit qytetar. Për këtë arsye, nëse definitivisht Arben Taravari po vetë përjashtohet dhe po largohet dhe po thotë se opsioni vetëm është bashkëpunimi me BD-n, atëherë ne do të shohim edhe mundësi tjera për ndërmarrje të veprimeve dhe këtë rast për të nisë bisedime me faktorë tjerë që mendojmë se duhet të jenë kontribues në çështjen tonë. Por për këto gjëra nuk ka ndonjë qëndrim ende, nuk ka vendime të tilla. Ne ftesën tonë e kemi pas që Arben Taravari mos e djeg gjithë atë mund të tij që ka arrit deri këtu si Vlen, duhet të qëndrojë aty, nuk e përjashton Vlen. Vlen e ka vetëm një parim dhe vetëm një kërkesë në Arben Taravarit. Ja, po ja them pa emocione, se ashtu thot, nuk duhet jemi të qetë. Arben Taravari duhet të qëndrojnë në Vlen, për arsye se aty është fati dhe ardhmja shqiptarëve. Arben Taravari është ministër si pjesë e Vlen, dhe i bëjmë ftesë dhe apel Arben Taravarit mos lëviz nga Vlen, sepse jashtë asaj do të pësoj dhe na vjen keq pse Arben Taravari të zgjedh këtë rrugë që edhe vet ai, po jo a them me përgjithësi, nuk e beson. Pse e them këtë? Struktura e tij nuk është e kënaqur. Arben Taravari dhe tjerët na ndojojnë se e dinë edhe ata. Për shembull, çdo pjesëtar i ASH-s Arben Taravarit e din se nuk do ta votoj BD-n. Dhe se këtë rrugtim që Arben Taravari e ka zgjedhur që të jetë vet, e besojnë vetëm 2-3 persona aty. Askush tjetër. Dhe ata e din unë këtë që e flas të vërtetën, dhe ata nuk mund është ta thuan. Por është e vërteta kjo. Por një gjë, ti mund mos e thuash vërtetën, por patjetër do të ballafaqohesh për të vërtetën. Edhe nëse nuk e thua. Dhe do jetë vonë, ju bëj apel, do jetë vonë. Për atë arsye, duhet të qëndroni aty ku e keni vendin, nëse doni mos pësoni përgjithmonë, sepse fati politik, sidomos Maqedoni ka pa shumë eksperjenca të hidhura me parti politike, me individ, me iniciativa që sot nuk i kemi në skenën politike. Kreu i Partisë Demokratike Shqiptare, PDSH, zoti Mendo Thaçi tani më një kohë të gjatë nuk është pjesë e frontit evropian. A mundet eventualisht të bashkohet koalicioni Frontit evropian? I frontit evropian. A mund të bashkohet eventualisht majorancës qeveritare? Po nuk kemi komunikim, çdo gjë është e mundur. Do të thotë ka pas raste lëvizje edhe më herët nga mendoj se nuk e ka problem, edhe se mund të bëj lëvizje të ngjashme. Ne drejt për drejtësi Vlen nuk kemi komunikim, por një gjë e tillë, nëse më pyetni, unë e them se mund të ndodhë gjithçka. Zoti Nesimi, nëse eventualisht bashkëpunojnë Ali Ahmeti dhe Taravari për zgjedhjet e ardhshme lokale,
për selën mund të kishte vend në frontin e Europian? Si koalicion mendoj? Kjo është një çështje shumë interesante, mirë po mendoj se ato të ditë e dinë, edhe historia gjatë këtyre 2 dekadave na ka treguar se BDI-ja si parti gjatë këtyre 23 viteve të funksionimit e ka treguar fatkeqësisht se shumë parti më të vogla dhe shumë individ i ka shfrytzuar për një përdorim. Kështu zaten ka bërë edhe me zotrin Sela dhe Taravari në vitin 2017, kur deputetet e Lancës për shqiptarët aso kohë ishin krucial për formimin e shumicës parlamentare, edhe për votimin e kryeparlamentarit, Tala Xhaferit aso kohë, mirë po nuk shkuan as 3 muaj edhe ato u përjashtuan nga qeveria në vitin 2017. Kështu që ka shfrytzu BDI-ja për një përdorim, për shembull kanë qenë edhe shqiptarët ortodoks, fatkeqësisht, nëse u kujtohet në vitin 2016 ato filluan të promovojnë shqiptarët ortodoks, duke thënë se në të ardhmen ato gjithmonë do të jenë pjesë e listave të BDI-s për deputet. Mirë po kjo ndodhi vetëm një herë, në vitin 2016 Branko Manjolovski u zgjodh deputet, edhe në përbërjet tjera parlamentare në 2020 dhe 2024 kanë zaventsu me Pucko-Petrollin, me tjerë, ndoshta i kanë zaventsu, por fatkeqësisht i shfrytëzohen vetëm për një përdorim. BDI-ja është etabluar si një parti pragmatike, të cilës i intereson vetëm ai interesi i momentit, që mbase kështu ky pragmatizmi sjell edhe rezultate, mirë po nuk është i ndershëm. Dhe këtë që e them unë me siguri se e din më mirë edhe vetë zotri Sela edhe zotri Taravari, të cilët me siguri do t'i bëjnë kalkulimet e tyre. Mirë po ajo për shembull çka nuk është mirë zërat, shembull të cilët i dëgjojmë Alianca për shqiptarët e zotrit Sela, ka kandidat të mirë për zgjedhje komunale me siguri, ka një kandidat të tillë edhe në qytetin e Tetovës, por ja që BDI-ja si parti më e madhe aty frontit evropian nuk i pranon të si kandidat të përbashkët, dhe me siguri se edhe Sela, besoj edhe zoti Taravari do të shqirtojnë mirë mundësinë e koalicionimit me BDI-n në të ardhmen. Zoti Gretat, a jeni të kënaqur ju si përfaqësuesi i lartë i Vlenit, a jeni të kënaqur me performancën tani më 10 muajshe në qeveri, sepse kohë më parë, siç tha Taravari, i referoj disa anketave për të cilat unë nuk kam informacion, se 70% e shqiptarëve nuk janë të kënaqur me këtë performancë në qeveri. Për Blenin, po këtë anketë hipotetike e ka vetëm Arben Taravari dhe askush tjetër, dhe se sipas asaj ankete hipotetike dhe që nuk ekziston, nuk duhet qytetarët i besojnë Vlen dhe duhet i besojnë vetëm Ministrisë së Shëndetësisë, dhe që ne e themi se absolutisht nuk ka një anketë të tillë, për arsye se kur ke shumë letra në dorë, të ngatrohen me disa letra të BDI-s, edhe pastaj e haron se cilën letër e ke marrë dhe e lexon gabueshëm letrën e atyre dhe normalisht bën pastaj edhe kështu gabime në prononcime publike. Për këtë arsye duhet që rezultatet i shohim mirë dhe sakt. Cilët janë rezultatet që janë të sakta? Unë jam kryetar komune që 2 mandate. Maqedonia ekziston 30 vite e ca. Asnjëherë nuk ka pas kaq mjete për komunat. Asnjëherë qeveria nuk ka nda kaq mjete për komunat. Në mandatin që e lam prapa, 100 milion euro kemi pas për 3 vite. Ta bëj një krahasim të thjesht, 100 milion për 3 vite. Tani kemi 850 milion euro për 3 vite. Dhe unë nuk e di cili janë 70% tani. Në çfarë aspekte duhet ta përkthejmë kënaqësinë tani? Jemi të kënaqur apo nuk jemi të kënaqur? Dhe në këtë drejtim duhet që mos rrinë shumë me BDI-n. Unë këtë apel e them, se infektohen. Shife më njëherë reagon ndryshe. Më njëherë thue po ka 70% ashtu. Ne themi jo. Këtu sot ku jemi ne dhe ku je ti, ku jemi pjesë e kësaj, je edhe ti pjesë e kësaj 70%, kur asnjëherë më parë, se ka dhe Arben Taravari një komunë, asnjëherë më parë nuk ka pas kaq shumë mjete nga qeveria. Dhe ne duhet të shfrytëzojmë këta mjetet. Nuk duhet të flasim me retorika që ndoshta qytetarët nuk duan t'i ndëgjojnë. Janë lodhur. Duhet qytetarët të shohin se vërtet do ketë zhvillim.
duhet shqiptarët dhe qytetarët të besojnë se vërtet institucioneve t'ju a kthejnë besimin. Çfarë është kjo? Di farë investimi i madh është kjo t'ju a kthejnë besimin institucioneve? E shihni Fezi se çdo ditë ka arrestime? Nuk ka ndodhur asnjëherë kështu. Do të thotë se kjo tregon se institucionet patjetër do funksionojnë dhe do jenë ashtu siç kanë merituar. Do sundoj ligji. Do sundoj patjetër ligji. Dhe ne me këta arrestime japim mesazh se nuk do jetë askush më mbi ligjin. Nuk do jetë askush më mbi ligjin. Dhe nëse dikujt kjo i pengon, dhe nëse dikush këtë përkthen të 70%, është problemi i tij personal. Por këtë 70% e kanë keq kuptuar. Është ndryshe. Është 70% i besimit ndaj institucioneve. Është 70% që përkthehet ndaj besimit ndaj qeverisë. Ju e dini se asnjëherë nuk kanë pas besim qytetarët ndaj qeverisë, ndaj institucioneve. Këtë jemi duke e bë. Kujt i pengon kjo? Kjo i pengon BDI-s. BDI-s, e cila 20 vite përbuzi marginalizoi dhe në përkëmbi interesat e qytetarëve që i pat në vendimarrje, i pat në dorë për t'i vendosur si duhet. Dhe asnjëherë nuk e bëri. Kështu që ju themi një gjë, na leni rahat, punojmë, jemi duke punuar, jemi duke ecur mirë, jemi duke ecur drejt dhe rezultatet po shihen në teren. Qytetarët tanë kanë pritur rezultate. Punohet në Tetov, punohet në Çajir, do punohet edhe në Gostivar, do punohet gjitha komunat që jemi ne. Atë e duan shqiptarë, do punohet në Kumanov, do punohet në Saraj, do punohet gjithandej. Asnjëherë nuk është punuar si ne tani po planifikojmë punojmë. Projektet Fezi kemi gati për zgjedhjet lokale. Do jemi vërtet me një performancë krejt ndryshe me projektet e tanishme, jemi duke u përgatitur maksimalisht, kështu që atë duan shqiptarët, këtë duan shqiptarët prej neve. Nuk duan retorik tjetër. Dhe çdo opsion tjetër, sidomos me BDI-n, është opsion për t'i vajtu dhe këtë këngë do e shohim në tetor të këtij viti. Do t'ju mbajmë për fjalë. Patjetër. Pra, gjatë fushatës do t'jemi atje. E kemi formulën. Zoti Nesimi, ju jeni njohës i ndiqni tani më vite apo dekada me radhë i ndiqni këto zhvillimet e këtushme politike, po edhe në rajon. Po, bilet mund të them, nëse më lejohet, edhe familjarisht i njihni mirë, edhe i ndjeri baba juaj i ka njohur jashtëzakonisht mirë. Dua në këtë kontekst që tha kryetari, një vlerësim lidhur me performancën gjatë këtyre performancën e qeverisë, respektivisht me theks veçantë të koalicionit Blen gjatë kësaj periudhës kohore, sa janë qeveri 10 muaj apo ca. Po gjatë këtyre 10 muajve me siguri se ka pasur edhe gjëra pozitive, por fatkeqësisht ka pasur edhe disa gjëra negative kanë ndodhur. Pozitive për shembull mund të kishte qenë kjo që e përmendi kryetari i komunës, ndarja e 30 milionë eurove për komuna shqiptare, ku veçmë dita ditës jemi duke i parë fritet e këtij sponsorimi ta quaj. Pastaj ka qenë një diçka pozitive tjetër, ka qenë ndryshimi në ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, ku për herë të parë në Maqedoni edukatorëve të cilat punojnë në Çer dhe ju mundsohet edhe provimin për edukatore ta japin edhe në gjuhën shqipe, gjë që kjo ishte një dëshmi se gjuha shqipe nuk pas ka shqenë në gjuhë zyrtare në Maqedoni. Dhe fatkeqësisht kështu mbetet për shembull te provimi i jurisprudencës, ku vazhdon provimi të jepet vetëm në gjuhën maqedone. Dhe shpesh këto juristët e ri pyesin se pse nuk jepen në gjuhën shqipe, edhe atëherë si ti tregosh atë juristit se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare, mendoj se kjo është diçka që duhet të ndryshohet. Pastaj diçka tjetër pozitive për mua në veçantë është themelimi i Akademisë Shqiptare të Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, megjithatë tani mund të ketë zëra se ajo nuk është një akademi, por vetëm një shoqat, po sidoqoftë mendoj se është një nismë shumë e mirë, për shkak se për herë të parë ato mund bëjnë projekte shkencore në lidhje me gjuhën, kulturën dhe historinë e shqiptarëve të Maqedonisë, sepse kjo Maqedonia sa aktuale që është po se nuk i ka bë ato projekte, mirë po projekte të tilla s'ka bë as Akademia e Prishtinës as ajo e Tiranës. Tani dikush mund të thotë se ajo është si akademi, është e pavarur normalisht, që ndikon nga politika, por realiteti është se ajo u formua brenda këtij mandati qeveritar. Diçka negative domethënë do të kishte qenë, mendoj, cilësia e përfaqësimit, ndoshta nëpër vende drejtuese,
duhet të caktohen persona më të përgatitur profesionalisht, sepse tek e fundit ta bëjmë nëse ka mundësi të pjesa e investimeve për komuna shqiptare, do të thotë se e tha 30 milion, kjo ishte me thirrjen e shtatorit vitit kaluar ku qeveria hapi thirrjen për 100 milion euro për gjithë komunat e Maqedonisë dhe 30 milion i takuan komunave shqiptare, them kështu, që kryesohen apo udhëheqin nga kryetar komuna shqiptar. Mirë po, në thirrjen tani që është në shkurt me 250 milion euro tjera, komuna shqiptare do kenë domethënë 130 milion 100 milion euro do kenë në bazë të kalkulimeve tona në bazë kokë banore, se këto do jepen 135 euro në kokë banore. Kështu që 30 milion në këtë thirrjen e dytë i bën vetëm komuna Tetov, Gostivar dhe Çajir. 30 milion. Pa komunat tjera që janë Saraj, Zhelin, Tears, Bogovin, ku ta diun, plot ka Vrapçishte, Likove, Studeniçane, Dibëre, Kërçove. Do ketë domethënë mbi 100 milion euro investim në thirrjen e dytë. Këta 30 milion ishin vetëm në thirrjen e muajit shtator të vitit të kaluar, po. Kështu që do ketë përsëri 2026-ën përsëri mbi 100 milion euro për komuna shqiptare, edhe 2027 do ketë po aq. Kështu që edhe 250 milion janë për kompaninë dhe shoqatët. Asnjëherë, thash pak më herët, asnjëherë nuk ka pas kaq shumë mjete për direkte për komunat. Investime kapitale, gjitha. Do të thotë komunat nuk janë të përgatitura flas gjithë komunat me thirrjen. Aq shumë mjete ka tani, saqë komunat nuk janë gatshme me projekte. Ja kanë ngecur tani ndëgjova se nga 80 komuna, dikun 60 kanë aplikuar. Kanë arrit të aplikojnë, domethënë dikun 20 komuna nuk kanë arrit të aplikojnë me projekte. A thirrja është aktive edhe një javë. Kështu që jemi shumë okay, jemi shumë mirë duke ecur dhe ky trend i është dashur qytetarëve ndoshta 20 vite, se ndryshe nuk ka formulë tjetër për të zhvilluar. Gjitha fjalët, gjërat që mund t'i themi ne janë përsëri ngelin fjalë, por gjitha veprimet konkrete zhvillimore, projekte zhvillimore janë ata që qytetarët tanë i kanë pritur nga ne dhe ajo është duke ndodhur tani me këtë qeverisje. Tash një pyetje që e kam planifikuar kështu, kam frikë se rrjedhën e emisionit do ta devijoj pak. Bujar Osmani, përfaqësuesi ish ministri i punëve të jashtme, respektivisht përfaqësuesi i lartë i BDI-së, politikanët e Vlenit i ka quajtur kënet politike? Politikanët e Vlenit i ka quajtur kënet Bujar Osmani. Po mirë, tani unë do kisha thonë se kur je vetë bretkosa, çdo pellk të duket këneta jote. Sidomos kur je rritur në kënet, çdo ajër i pastër të duket dhe fillon të dhem koka, të duket me kokë dhimbje. Dhe ky mesazh mjafton për zotriun e kënetës, për arsye se kur i gjatë aty, kupton kënet dhe ata ujra janë të palëvizshëm dhe kur e shiqon vetëm veten e shiqon aty. Dhe fillon të flasësh vetëm me veten. Dhe të duket krejt ai pellgu sikur është shtëpia jote. Kështu që unë me këtë mendoj se është e mjaftueshme, nuk ka nevojë të japim shumë koment të shokut të ngushtë të Lavrovit, i cili ka fotografi të bukura me Lavrovin, është i vetmi politikan shqiptar që ka ministrin e të Rusisë, dhe është ministri vetëm shqiptar që ka fotografi me ministrin e jashtëm rus, dhe për këtë arsye i themi vazhdo rrugën se je mirë aty ku je. Zoti Sejdiu, liderët e Vlenit kanë folë shumë herë për shkrirjen e Vlenit në një parti, në një subjekt politik. Ditëve të fundit këto përpjekim me sa duket janë intensifikuar, kanë marrë vëroll. A besoni se mund të ndodhë diçka e tillë më shpejt në fat, më të shkurt mendoj? Tani ka debate, është e vërtetë dhe evidente se jemi duke zhvilluar debate se të bëjmë unifikimin para apo pas zgjedhjeve lokale të Vlen, të një subjekti politik, dhe një gjë shumë e rëndësishme dhe që është e pajtueshme, kështu pa debat se Vlen duhet të jetë një parti politike
nga gjithë liderët dhe këtë kanë thonë edhe ata vetë publikisht. Dhe çka është këtu edhe një moment tjetër i rëndësishëm se gjithë liderët nuk e kanë problemin e bajraktarizmit apo të asaj se kush do jetë udhëheqësi i kësaj partie të madhe. Kjo më gëzon mua dhe i gëzon edhe gjithë anëtarët tjerë, për arsye se nuk ka fërkime të tilla. Ne këtë ofertë më herët jo kemi dhënë edhe gjithëve një nga një, edhe Arbenit edhe tjerëve. Kështu që në këtë rast jemi shumë komod, jemi shumë të rehatshëm, nuk e kemi problem, kemi biseduar versionet me rotacion, kryetarët të jenë të ndruar, kemi biseduar me të bëjmë anketime, bisedojmë se si do jetë më mirë të përfaqësohen qytetarët. Kështu që me rëndësi është se nuk ka dilema dhe probleme në aspektin se kush do jetë dhe po ishte ky do ishte më keq. Kështu është vezi kur i ke gjithë mirë dhe cilin do që ta vendosh thosh është më i mirë se tjetri. Dhe vërtet është duke zhvilluar debatin këtë drejtim, pra aty janë gjithë mirë me eksperiencë se kuptohet tani flitet jo Izeti ka ardhur nga kjo nga jo. Ne kemi lider me eksperiencë. Dhe këta lider me eksperiencë duan ndoshta të kenë tjerët. Janë të konfirmuar edhe në pushtetin lokal, janë të konfirmuar edhe në pushtetin qendror, por edhe si profesionist. Por edhe si një paraqitje që është shumë e kavshme për qytetarët, që kjo është shumë e rëndësishme. Do thotë ndoshta edhe më e rëndësishmja, qytetarët të pranojnë dhe të besojnë. Besueshmëria jonë është shtylla kryesore që ne kemi ndërtuar pra këtë subjekt apo këtë koalicion dhe këtë besueshmëri nuk do të lejojmë askush ta dëmtoj apo ta vendojnë pikpyetje. Ndërkohë që flitet për shkrirjen e të tre partive politike në një subjekt politik, është fol ditëve të fundit edhe kohë më parë është fol pak se në mesin e vetë lëvizjes Besa ka krizje. Ka diçka të vërtetë? Jo, s'është e vërtetë as pak. Nuk është hera e parë që ndëgjoj gjë të tillë, kështu që nuk më asocion në asgjë sepse un jam mjaft aktiv aty dhe çdo takim ndoshta jam pjesëtar i takimeve, nuk kam hasni gjë të tillë, jo tash, po edhe ndoshta edhe gjatë periudhës më të largët. Nuk është e vërtetë as pak. Zoti Florian, a jeni optimist apo a besoni ju se Vileni mund të shkrihet në një parti? Po, ato mbase mund edhe të arrijnë marrëveshje për të krijuar një parti. Bile gjune dëgjova një deklaratë të deputetit Halil Snopshi, i cili tha se marrëveshja ka qenë që më njëherë pas zgjedhjeve parlamentare të formojnë një parti, mirë po nuk e arritën ta bëjnë asgjë. Megjithëse mendoj se nuk është ndonjë kusht i domosdoshëm. Nëse ato e kanë arritur ta formojnë këtë koalicionin mbas të parimeve, kanë arritur mendoj kështu si janë një koalicion stabil, e kanë fjalën pa zotin Taravari, ndoshta edhe nuk është kusht i domosdoshëm. Bile mendoj se aderimet nga parti tjera që vinë më lehtë kur janë kështu tre parti se sa një parti, po gjithsesi se ato nëse arrin për shembull të përgatisin një statut të partisë dhe arrin të rregullojnë çështjen e zgjedhjes së kryetarit të partisë, sepse zakonisht partitë shqiptare këtu ngjesin më shumë sepse e parashtrojnë pyetjen se kujt do t'i takojë kryetari. Nëse arrin të rregullojnë me statut të partisë këtë çështje, besoj se mund ta formojnë një parti. Por tek e fundit mendoj se partitë në të ardhmen, partitë tona nuk duhet të varen vetëm nga kryetari i partisë, duhet të jenë kështu parti më liberale ku kryetarët ndryshojnë më shpesh. Për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetarët e partive mendoj partitë politike s'kan fare as kryetar. Kanë disa kështu kryetar të atyve komiteteve nacionale edhe kandidati për kryetar të SBA-ve është edhe kryetari i partisë. Edhe pse mendoj se nuk është mirë që krejt partia të varet vetëm nga një kryetar, për shkak se mundot për shembull që një ditë ai person të mos e ushtrojë detyrën e kryetarit për shkaqe të ndryshme, po një nga ato shkaqe mund të jetë shpallja non grata. Shembull, shkan nëse kryetarin e partisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës se shpallin non grata, atëherë dështon edhe krejt partia. Zatë një rast të tillë kemi në Shqipëri. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, një politikan kështu historik, u shpall non grata dhe për asaj kohe Partia Demokratike nuk ka asnjë fargjase të fitojë në zgjedhje dhe prandaj mendoj se nëse arrin të
ta krijoj një parti është me siguri një lajm i mirë, mirë po mendoj se nuk është ndonjë kusht i domosdoshëm. Zoti Blerim, me që po flasim për zgjedhjet e lokale të cilat janë para pa për pjesën e dytë këtij vitit, respektivisht për muajin tetor, një pyetje direkte. A do të garoni prapë për kreun e komunës Zhelinës? Unë kam arsyet e mia të mjaftueshme të kisha thënë për pse duhet garoj, dhe këta arsye normalisht do i shpalos para qytetarëve mi në momentin e caktuar. Unë kam ato psejat e fuqishme që më ndërlidhin me mandatin dhe me kohën më mirë ta them. Dhe po thezi, unë planifikoj të kandidoj përsëri dhe normalisht këtë e them jo për atë se unë dua, sepse vetë kam thënë se nuk do dëshiroja të kandidoj pas mandatit dytë, mirë po projektet që kam nisur duhet i përfundoj. Dhe qytetarët duhet të jenë të sigurt se këta projekte të përfundojnë dhe këtë ma thuan çdo ditë. Mos na zgjenje, duhet projektet që i kemi pritur të përfundojmë dhe pastaj mund të zgjedhësh edhe rrugë tjera, mendoj të niveleve tjera. Por tani për tani nuk jemi të gatshëm që të ndrojmë kreun e komunës. Kështu të paktën më thuan ata që më kanë përkrahur. Një ndër qytetarët që dua ta pyesun këto është edhe zoti Florian Nesimi me që vjen nga rajoni juaj atje Tetova. A mendoni se duhet apo s'duhet edhe një mandat t'i jepet zotit Blerim për kreun e komunës Zhelinës? Po, tash mendoj se komuna e Zhelinës veçmë është etabluar si një bastion i lëvizjes Besa. Edhe me siguri se kur i ndajnë komunat ato parti qera që tentojnë ta marrën komunën e Zhelinës dhe për këtë më meritor me siguri se është zotëri Sediu, i cili arriti ta fitoj komunën në periudhën kur BDI-ja ishte më e fortë. Edhe Karshik ishte një kundërkandidat i cili me të vërtetë ishte autoritativ, mirë po zotëri Sediu arriti të fitoj edhe në vitin 2017 edhe në vitin 2021. Edhe aq sa kam arritur unë ta ndjek, do me thonë janë bërë disa investime në komunën e Zhelinës, jo vetëm në fshatin e Zhelinës, po edhe në fshatra tjera. Mirë po, tani është interesante se në zgjedhjet e fundit parlamentare, Vleni kishte dikun përparësi ndaj Frontit Evropian rreth 800 vota. Mirë po 800 vota në ato zgjedhje i mori LSDM-ja, për shkak se ishte në listën në zonën nr. 6, ishte një shqiptar nga Zhelina, Agron Demiri, duket se quhej, edhe ai kishte 800 vota. E tani mendoj se edhe dallimi ishte 800 vota dhe tani shumë varet edhe ato votat nga do shkojnë. Me siguri se janë votat të cilat nuk duhet të nënvlerësohen diçka, sepse ato persona që kanë votuar LSDM-n atëherë edhe zotërin Agron Demiri me siguri se kanë patur arsyet e tyre pse ka qenë ndonjë votë besimit me siguri ndaj tij, edhe janë qytetarë mendimit të cilëve me siguri se duhet të dëgjohet. Edhe mendoj se do të jenë pak si vendimtare ndoshta ato votat të cilët do ta përcaktojnë fituesin, megjithëse mendoj se zotëri Sediu ka gjasa tepër reale që të jetë përsëri fitimtar. Mediat respektivisht portalet në gjuhën maqedonase kohëve të fundit kanë raportuar për disa ndërtime ilegale të jashtëligjshme, po mendoj dhe mbi ndërtimin në komunën e Tetovës. A keni biseduar ju me kreun e partisë tuaj, respektivisht zotin Bilal Kasami, lidhur me këto? Domethënë, vazhdimisht ka kështu lajme për gjitha komunat, por pastaj në fund del se nuk është ashtu dhe apo nuk është bash ashtu siç është pretenduar apo siç është akuzuar. Kështu që nuk e dim për cilin rast konkretisht bisedohet, por në Tetovë unë e shoh një gjë tjetër, se Tetova po ndryshon, po ndërtohet çdo ditë dhe po ka zhvillim dinamik. Në këtë drejtim unë kisha vënë theksin dhe mendoj se kjo është ajo tema që më shumë qytetarët e duan. Nëse ka ndonjë ndërtim ilegal, nëse ka, normalisht nuk mund ta fshehësh atë. Domethënë ka inspektoriate dhe atë parashtrohet pyetja jo më te komunës, parashtrohet pyetja te inspektoriati pse qen ka kaq i lënë bazdora apo pse nuk merr veprime. Kështu që në këtë rast nëse ka një gjë të tillë, komuna nuk mund ta fsheh. Le të vinë, le ta inspektojnë, le ta konstatojnë gjendjen faktike siç themi ne dhe le të marrin masa. Unë nuk mendoj se kryetari i Tetovës është kundër kësaj. Kështu që në këtë drejtim më mirë e din administrata e komunës se a është me leje apo nuk është pa leje. Unë e shoh se Tetova ndryshon dhe po ndërtohet. Këtë jam duke e parë dhe jo unë po e shoh qytetarët e tjerë.
si në aspektin infrastrukturor rrugor, në infrastrukturës rrugore, po ashtu edhe në aspektin infrastrukturës shkollore. Tani ndojova se dikun 5 milion euro i bëhet një shkollë në Tetov dhe multikompleks shkollor, pra tekstila dhe disa shkolla tjera ndihmëse që do jenë aty, dhe është një investim që nuk kemi ndëgjuar në komunat shqiptare të ketë 5 milion euro investim në shkolla. Kështu që këta gjëra më tërheqin dhe kështu jam mësuar unë dhe kështu janë mësuar, mendoj kështu duhet mëson edhe qytetarët, se nuk janë mësuar të ndëgjojnë fjalë 5 milion euro për shkolla, investime kapitale, 30 milion euro për filtrime, kështu gjëra, kështu që unë e shoh se mirë janë duke ecur, shumë mirë, në mënyrë kështu një performancë nuk e ka pas Tetova. Dhe çfarë ndodh tani? Dikush nuk merret me atë që është esenciale, atë që është kryesore, merret me një dritare, atë që është hapur apo është mbyllur. Është hapur apo është mbyllur. Por lere dritare shifet infrastrukturën, bulevardet, shkollat, gjërat se ajo na duhet dhe ajo neve na është dashur gjithmonë. Zoti Florian, edhe ju e potencoj edhe pak më parë vini nga Tetova. A mendoni se në këtë kontekst, domethënë lidhur me këto ndërtimet e jashtëligjshme dhe mbi ndërtimet, situata në Tetova është më keq se sa në qytete tjera, gjithandej nëpër Maqedoni? Jo, me siguri se nuk është më keq se në qytete tjera, mirëpo ajo që është pak e dyshimtë është se këtë punën e këtyre ndërtimeve pa leje e filloi një portal në gjuhën maqedone dhe më njëherë ngjalli dyshime sepse pikërisht në këtë periudhë një portal maqedonas i hap këto çështje, ndërsa vërteta është se këto ndërtimet pa leje që ekzistojnë edhe në qytete tjera, me siguri se zotëri Kasami e ka gjetur këtë situatë, mirëpo edhe kryetarja paraprakisht që ishte ka deklaruar se është diçka e trashëguar, dhe është e vërtetë se është e trashëguar dhe kjo ka ardhur si pasojë e mungesës së planifikimit urbanistik edhe mosbatimit të ligjit. Dikun pas viteve 90 kanë filluar shumë ndërtime të ndërtohen kështu në mënyrë spontane, ndërsa pas vitit 2000 kanë filluar ndërtime të bëhen edhe në këto lagjet më periferike. Dhe mendoj se ajo që duhet bëhet është për shembull ndërtimet rishtazi kështu të ndërtuara, mbase mund edhe të rënohen ose tek e fundit të detirohen që t'i legalizojnë edhe që t'i paguajnë në gjobat, sepse nuk mund me siguri të rënosh një lagje të tërë. Duhet gjendën solucione të bëhen planet urbanistike dhe të zbatohet ligji. Mirëpo ajo që mu personalisht më pengon është ndërtimet që bëhen në prona shtetërore. Ajo mendoj se është më e dashme se sa këto tjera. Ne kemi pasur gjatë këtyre 20 viteve të kaluara, të gjithë kemi qenë dëshmitar si kemi parë se si vidhet prona shtetërore, si ndërtohen ndërtesa në prona shtetërore. Pastaj kemi rastit edhe për shembull hidrocentralet, edhe ato janë një farë ndërtimi në pronë shtetërore për shkak se e marrin ujin nga lumet. Dhe normalisht se mendoj se këto janë më të dëmshme, sepse domi është me siguri se më i madh, po gjithsesi mendoj se nuk është Tetova diçka për ka aspekte i ndërtimeve pa leje diçka më keq se qytete tjera, mirë po gjithsesi se mbetet një problem që kërkon zgjidhje. Zoti Sidiu, zoti Nesimi, mua nuk më ka ngel më tepër kohë, se vetëm se t'ju falenderoj që dhat kontributin dhe ishe pjesë e emisionit Dialog të Lajmit. Ish graci vërtet, faleminderit. Faleminderit.